Anton, nëse ti përgjigjesh sakt, ke drejtën që nëse vjek salsa e 7 dhe 8, këto dy salsat, të kesh mundësinë e përdorimit të qumshit. Nëse jo, nuk e përdor. Më fal, nëse unë e di përgjigjen. Jo, nuk e përdor, ti ke përgjigjen. Jo. Mos bëj kështu tash. Jep një gjë. Atëherë Anton, Rrezata më je. skam që më vllai të mund. Penis bresti. Identifikohem si shtatzan. Sa unë kesh. Milani i ka fat fanellat e bardha. Sa finale ka fituar duke i veshur ato? 2. Gabim. Ka fituar 6. Ty 6. Fanelat bardha? Nuk ta Kemi Champions. qenë me fanelat bardha. Sta Champions, të gjitha finale. Champions. Champions. Atëherë dihet mundësia Antonit për të përdorur. Mos tequila. Po. Për Denisin. Milan është themeluar, e thash si vlonjat. Allah. Themeluar rrolla Era. nga një shitës, ç'o bëhet shumë këtu? Stova që ka problem. Kam thënë saktë. Shitës këpucësh. Çfarë kombësie kishte zotëria? Anglez. Sa let kjo. Dhe si quhet? Ah, ja, ro. Kilpin ta marrë. Miru pak, jo, si quhet zotëria nuk e gjeti. Udoq, Rralla qumshit. shkoj për ndryshimin. Jemi. Fansat e Barcelonës quhen kulers. Po. Do thëj. Më falni. Është e vërtet, kulers, kul në gjuhën katalanase, po, ose në gjuhën latine më saktë, është e prapanica. Përse quhen të tillë, nuk ka asnjë ide. Unë Nuk e di. e kam lexuar. Nuk e di? Qërim poltron. Nuk e di, Se puna e qëndrimit. por edhe po ta di zot jepsha me një sakt sepse e përballoj pa qumësht. Bravo.